Rikthehemi tek çasti i tretë dhe i fundit inshallah për natën e sotme, që quhet Hilful Fudul ose aleanca unë po e përkthej fiks e fadilave. Arsye pse është quajtur aleanca e fadilave do ta themi, po kështu quhet. Është një aleancë të cilën pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka përmend gjatë jetës së tij dhe ka thënë edhe sikur të thritem një herë tjetër për të prezantuar, pra për të marrë pjesë në një nënshkrim të tillë, sërish kisha për të marrë pjesë, edhe pse ka qenë midis jo besimtarëve. Pas përfundimit të luftës të pa normave që përmendëm, pas 4 muajve fiks, thashë arabët kanë qenë njerëz tegjer, po shumë tegjer më. Po s'pate feja vëllezërit e mi, dije, vallaj, kush nuk ka feja, me qenë robi më i butë, s'ka norma, se nuk ka gjë që mund të analoj atë. Mund të analoj frika e ligjit, mund të analoj frika prej dikujt, mund të analoj në shumë lloj frikash, por nuk ka norma. Ndërsa feja është norma, feja është edukim, feja të nalon, feja të frenon. Nuk të lën feja, domethënë, nuk del dot mbi fendi. Do të jesh gjithmonë në flamurin e fesë. Do të drejtoj feja ty, jo ti fen. Ndaj njerëzit të cilët përgjatë historisë së tyre, historisë së njerëzimit kanë tentuar ta shfrytëzojnë fen, ta shfrytëzojnë librin e Allahut për interesat e tyre personale, ka ardhur dita që i kanë poshtë feja, i kanë poshtë libri i Allahut, kur kanë kërkuar ta tjetërsojnë fenë e Allahut, siç na thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Inna ad-dina yusrun, kjo fe thot është e lehtë. Pra është e lehtë, nuk ka nevojë ta lehtësoj unë apo tjetri. Ashtu siç e ka zbritur Allahu është e lehtë, është e praktikueshme. Wala yushadda ad-dina ahadun, nuk e vështirëson kush fen, nuk i jep kush një drejtim tjetër fesë, vetëm se feja e përjashton ato. Pra si e përjashton feja e poshtë feja atë, nuk mundesh. Ndaj njerëzit të cilët përgjatë historisë së tyre apo historisë së njerëzimit kanë tentuar të shfrytëzojnë fenë e Allahut, kanë kërkuar të mbizotrojnë mbi fenë e Allahut, e veprimet kësaj natyre, ka ardhur dita që i kanë poshtë feja e Allahut. Rujna Zot, me të poshtë feja e Allahut. Ndaj dhe arabët ishin njerëz pa fe. Çfarë do i ndalojë të tjetër gjë vetëm se frika? Dhe një person jemenas, pra sidomos kur ishte i huaj, kur ishte dikush i huaj, e kishin me kollaj. Një person thot jemenas i cili kish ardhur për tregti, bjen dakord me Al-As ibn Wa'il, bjen dakord për tregtin dhe i thot ai ma jep mallin, nesër ku i thon t'jap pagesën, bëj pagesën. Prit se po vjen nesër mja, s'ka. E pas nesër mja, s'ka. 10 ditë që s'ka. Ja kërkon, ky ja mohon, nuk pranon. Shkon dhe ankohet tek dikush tjetër, nuk e mbështesin. E ke parasysh se çfarë ndodh, domethënë gjithmonë me të huajin, është një ndjenjë subhanallahu është e pashpjegueshme, po të ketë feja i jep tjetër drejtim. E ke parasysh domethënë se ne njerëz Zotit jemi të gjithë. Mirë, po kur është i jodi, i komësisë tënde ose i vendit tënd, duket ty sikur e ke më të afërt. Dhe kur vjen puna ti mund të krijosh një lloj emocioni me të, domethënë mund të emocionohesh me të, apo një lloj ndjeje e papërshkrueshme, vetëm se e supozojmë se është shqiptari jot. E ke parasysh? Kjo të ndodh domethënë natyrisht. Kjo ndodh edhe me arabët. Kjo ndodh kur nuk ka fe vëllezërit e mi. Se kur robi ka fe, ka besim, kujto ditën kur të dali përpara Allahut. Dhe dita kur të dali para Allahut, as arabi s'ka për dalë si arab, as ti nuk e për dalë si shqiptar. Gjithse i cili do dali me veprën të cilën e ka vepruar, do t'i flitet gjuhë ku gjithse i cili do ta kuptojë. Dhe do të përgjigjet një gjuhë e kuptueshme për të dhe për këdo. E rëndësishme. Del ky person dhe shkon në Qabe, pra nuk i pa hall tjetër vetes, qëndron në Qabe
Dhe fillon i kap, domethënë mas qapje, fillon domethënë duke ulërit më të madhe për hakun që ish mohu. Haku që ish mohu. Dhe i pari i cili i del në ndihmë ose nis këtë organizimin, do të jetë Zubair ibn Abdul Muttalib ose xhaxhai i pejgamberit alayhis salatu wassalam, konkretisht xhaxhai i pejgamberit. Dhe këtu ndërmerret një nisëm, mblidhen njerëzit dhe në fund fare do të jepej një vendim. Vendimi do të ishte se ne nuk do të lejojmë t'i bëhet pa drejtësi dhe të cënohet e drejta apo legitimiteti i askujt këtu. Pra nuk do ta lejojmë, se vjen ky se ka taraf apo është dikushi, këtë nuk do ta lejojmë. Dhe këta persona të cilët e firmosën këtë kontratën ishin ose 3 prej tyre e kishin emrin Fadl ose Fadil, ne e përdorim Fadil, domethënë emrin Fadl e përdorim Fadil. Fadl ibn Harith, Fadl ibn Wada'a dhe Fadl ibn Fa'ala. Dhe kështu që e mori kjo nisëm mori emrin e këtyre personave, emërtimin e këtyre personave. Pra aleanca ose vendimi i fadilave, thon ndryshe. A kupton? Dhe këtë e ka vlerësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe ka thonë edhe pra sepse ka qenë prezant, pra ka prezantuar me xhaxhain e tij. Ka prezantuar me xhaxhain e tij Ebu Talibin dhe këtë e ka vlerësuar. Dhe ka thonë ajo ka qenë një aleancë ose një veprim të cilin nëse do të thritem edhe tani në Islam, edhe tani në Islam nëse do të ftohen, do të marr pjesë. Imagjino se çfarë vlerë i ka dhënë. Çfarë ka dashur të na tregoj pejgamberi alayhis salatu wassalam ne me këtë? Mund të kemi besime të ndryshme, gjithsecili sipas zgjedhjes së tij, por besimin që ne kemi kur sillemi me tjetrin, sillemi me besimin tonë, jo me besimin që ai ka. Veprimet tona janë konform besimit tonë, jo konform besimit të tij. Dhe po japim një shembull. Kur u ndalua pirja e alkoolit, normalisht u ndalua dhe tregtimi i tij në të njëjtën kohë, pati për sahabët të cilët i propozuan pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i thënë që i dërguari i Allahut, sikur tua kishim dhuruar të çifutëve. Pra jo me jashit sepse u dinte. Po sikur tua dhurojmë atë. Imagjino me pas për tu servir ti domethën alkoolist dhe Zoti inshallah va largov gjithë dhe Zot. Me pas për t'i qeras alkool. A ka xhami që mundet me të përballuar më valla? Ha? Gjithë i ke aty mbrasht. Nëse pejgamberi alayhis salatu wassalam u thot ja, derdhen. Dhe ai shumë e konsumojshin arabët, domethënë alkoolin, sa është thonë në ditë rrugicat e sokakëve të Medinës lundronin verë. Ai kishin në fuqi valla në përshpia. Dëshë për këto djemët e ri këto e kanë pa konceptueshme, po për një pjesë të mirë t'jush është e konceptueshme se ashtu e kena pas depozituar në vendin tonë. Po ne jo me fuqia, po me bidona, me diçka tjetër. Se do bëjtë llogaria, se duhet ta kishe gjatë gjithë vitit, se do të vite miku, e ku ta diun, Allahu na ruaj, Allah na fal. Pra arabët këtë e kishin para Islamit. E kishin. Mirë, por kur profeti alayhis salatu wassalam u thot jo në këtë veprim, çfarë u tregoi? U tregoi se kur ne e mbështesim një veprim, e mbështesim mbi bazën e fesë tonë. Jo më larg po mbrëmë vëllezër, po rrihem një person pa njohur, për mua ishte hera e parë që qëndroja me të. Dhe më përmend një kolegun tim. Më thot e kam mik filanin, jo nga viset, jo nga Shqipëria. Thash, njifem, nuk po të them se kam shoqëri me të, po njifem. Personin fjalë thash njifem. Tham ka bë përshtypje tha në një rast se ishim ulta në një tubim aty, gjithë në tha të Shqipërisë në pinim. Ai nuk pinte, nuk pinte, po domethënë ai ishte hoshta dhe ne për hadërt atij s'po e merrnim. Po merrnim me pi.
Edhe një çast ta desha me vuj çik në pozitë se domethënë shifnim ta mishin përpara pianesit i bëjnë sy xixe kur sofra me mish përpara domethënë mos më pas dhe me pi. Edhe i them, "Ohosh, veta ke për dalë para Allahut. Pra, mos thuaj se nuk jam tu e pi për këtij. Ky është një lloj respekti që duhet me falendëru për personin i cili e bën. Po vetë ke për dalë para Allahut. Si thuti tha mua, tha. Po mos i tha mua tash tha ekstremist radikal. Thash mirë, ai mesazhin ta ka dhënë pra që para Allahut ke për dalë vetë. Po pra, po ishe të më thonë që nuk ka gjo me pi. Nuk është të thonë nuk ka gjo me pi. është të thonë që nuk të marru në llogari. Ty të merë në llogari Allahu. Në këtë kontekst, një fshat Tiranës ishte ka qenë prag komunizmi. Dhe në atë fshat, që unë e njoh shumë mirë, domethënë, fshati gjithë mund të kishte një ose dy persona të cilët konsumonin alkool. Mirë, po kishte filluar duke u bën mod. Kemi parasysh si puna e duhanit kur je ka 13-14 vjeç, do thonë ke qejf me pi herë se duket vetë se ato se që e pin duhanin janë burra apo janë të mëdhej. Imagjino me qenë burr për tëm. Se për tëm burri, po kali bën më shumë tëm se ti. Kur bën vrap, bën më shumë tëm se sa ti. Dhe, thot, ishte shtru sofra, dhe ishte futë si në mod, do më thonë të shi që me fillu, me demek me vu hoxhën loj. Thot, një qas, i thot njëni për ty, dhe thot, o hoxhë, thot, edhe unë këtë ngjarje e din historinë e Islamit, i pari i cili e ka thënë ka qenë një kadi ose një gjykat si shuar, i Iyas ibn Muawiya ka pas emrin. Unë po përmend personin i cili ka qenë e ka bën në Shqipëri, po jo sa i e ka shpik, pra e ka marrë diku këtë përgjigje që unë do ta them tani. I thotë hoxh, thotë, po çudi, thotë, ju thotë thoni thotë që alkooli është haram. Thotë nuk e themi ne, thotë Zoti. E thotë Zoti. Nuk e themi ne. Po thotë po rrushin për shembull thotë ju e konsumoni. Alkoolja nuk bëhet prej këtij produkti që është rrush? Po, thot. Që të regon kjo? Po më sa ha dhe këte, thot. A keni parasysh që ka shumë njerëz të cilët të thonë këtë gjë? Po, thot. Me leje i thot ati të zotit shpis, po. Thot dhe qohet në kom, sepse mas kësaj fjale, ose mas këti veprimi, të regon dhe që s'kishe për të nejtë më aty. Thot me leje, thot po. Më falë, thot, ti thot, në stade, dhe më thonë, aja ke pi qumshin, po urinën aja pi, se ajo prej në stade del. Thot, e tha këtë fjallë dhe u qu. Kështu tha që edhe hardhia, me vërte ham rushin, po ti e ke përpunu dhe sa është bo në këtë grad, kur ka arrit në këtë grad, ti ke thonë, dhe më thonë, po e pi të shi, sa është e njëjtë. është një, po nuk është e njëjtë. Ndaj, vëllezërit e mi, jeta profetike ka urtësi, ka sekrete, ka orientime pa fund. Pa fund. Edhe para profecisë së profetit alayhis salam, por edhe pas profecisë të dërguarit Zotit. Para profecisë së pejgamberit alayhis salam, si këto çaste që ai ka qenë fëmijë dhe unë solla sot vetëm 3 ngjarje të cilat kanë bënë me edukimin e tij në aspektin moral. Se nga këto profeti alayhis salam formoi si njeri. Pra shoqëria, dashje pa dashje, ty të jep një lloj edukate, të edukon. Don apo s'don ti? Pra, ti do të hypësh në autobus, ose do të tregosh apo ne, ose do të paguash ato biletën. Por e desh apo s'desh ti do të veprosh në këtë formë. Nuk ecën dot kundra rrymës. Kush të edukojnë këtë çast ligji? Por në të njëjtën kohë ty të edukon edhe shoqëria. Dhe shoqëria në cilën rrethoi pejgamberi alayhis salam, pra ishte sa ishte përzgjedhja e gjyshit të tij që të merren për kujdesin e Xhaxhait ose djalit të tij Ebu Talibit,
por sa ishte orientim prej Allahut xhelle xhelalu, sepse Ebu Talibi është quajtur si një person me karakter të fuqishëm, me virtyte të larta. Por teja saj domethënë që nuk e pranoi Islamin, kjo është një çështje tjetër. Ne po flasim në aspektin njerëzor dhe profeti alayhis salam u edukua pikërisht në këtë shoqëri. Në një shoqëri ose u rrethua në një shoqëri që ishte anti-vlera, por në një mini shoqëri me vlera. Aty u edukua pejgamberi alayhis salam. Mësoi atë që i duhej për jetën, pra që të jetonte me punën e tij, të jetonte me djersën e tij, mësoi pikërisht tregtin, por profeti alayhis salam ka bërë tregti, por kurrë nuk ka mashtruar. I dërguari i Zotit alayhis salam ka bërë tregti, por kurrë nuk ka gënjy. I dërguari i Zotit alayhis salam ka vdek dhe ka pas peng par zmorën e tij. Ka qenë peng. Kush turp të kesh borxhe? Turp është të jesh njëri pa vlerë, njëri pa moral. Turp është të jesh gënjeshtar, turp është të jesh mashtrues. Turp është të jesh i pa fe. Turp është të hash fjalën, ta thysh fjalën. Këto janë turp. Po hallën jetë do të kemi të gjithë. Dhe nuk është turp fetarisht që të kesh borxhe. Turp është të lypësh kur Allahu t'i ka dhënë mundësitë që ti të punojsh. Të lypësh kur t'i ka dhënë mundësitë që ti të punojsh. I shkon një person pejgamberit alayhis salam dhe i thotë i dërguari i Allahut, kam nevojë pra të ndihmosh me diçka. Pejgamberi alayhis salam i thotë, a nuk ke diçka në shtëpi që mund ta shesësh, pra që mos i shtrish dorën tjetrit? 1-2, ore dora që t'jep i ditë, t'jep 2. Nuk t'jep gjithmonë. Vetëm Zoti është ai që t'jep për herë. Njeriu mërzitet, o vllai, njeriu vallai mërzitet. Sa do me dash. Sa do që me dash mërzitet më vlla. E rrit baba fëmin, ose nona fëmin, kur bëhet i aftë për të punu, fillon të e pamës një herë, 2-3, para i ke puno veti. Kjo është realitet. Pse? Sepse njeriu natyrën e vet e ka atë. Mërzitet do të thonë që ty më thon vazhdimisht, vetëm Zoti mërzitet kur ti si kërkon atij. Njeriu mërzitet. Dhe ky person i thotë i dërguari i Zotit, do të thonë, më jep diçka, thotë, nuk ke diçka në shtëpi që mund ta shesësh. Dhe sjell një ndër sendet e shtëpisë së tij. E sjell një send. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e blen këtë? Del një vullnetar dhe e blen. I thot pejgamberi alayhis salam, merre këto parat, me gjysmën blej ushqim për ke shtëpia, për ta çuar ke shtëpia jote, që ta çosh me kokën lart ushqimin, ndërsa gjysmën tjetër blej sopat, blej edhe i litar dhe shko e bodrulla. Ku të mundesh, domethënë ngarkoj. Pas disa ditësh, e shef pejgamberi alayhis salam sërish këtë person. Dhe kur e shef për herë të dytë, i afrohet vetë, nuk ishte nevojë që të vinte ky. Dhe i thotë, si të shkon puna? Elhamdulillah, i dërguari i Allahut, thotë, shumë mirë. Çfarë i dha? Por i dha zgjidhjen se nganjëherë njerëzit duan orientim. Ty të ka mundsuar Allahu të punojsh? Ti do më net në kafe gjithë ditën. Në kafe rriti, po rrjet herë kur për net. Jo të bëjsh qef me djersën e tjetrit, me parit e tjetrit. Se nuk ta bjen Zoti marrë, ti mendon domethënë se ja hodhe i ditë. Ç'e do bësh? Do shtysh ditët në këtë dynjë? E shtyve i ditë po, do ta shtysh dhe i ditë po, i ditë 3 po pastaj. Ti do rrish duke shtyr ditët në këtë dynjë. Ndaj dhe profeti alayhis salam ka thënë, dora e cila jep është më e mirë nga dora e cila lyp, kërkon dhe në dyja ka hajër. Në dyja ka hajër në çfarë aspekt? Ky i cili jep me, domethënë ka një lloj kënaqësie vëlla kur jep. Kurse ky që lyp, çfarë kënaqësie do të ketë i shkreti? Ky ka vetëm hall. Për njeriu në sinqert ka vetëm hall. Kurse ai që e ka shndruar domethënë profesion të vetin, vëlla i kënaqësi nuk ka më, se prap domethënë sy tonë, do të rritë të lutem. Ju përmend një rast, më pati ardhur një person një herë dhe më kërkon diçka, mjeshtër.
Ma të thonë drejtën. Nuk ja hiq, ato që e kishte flerë. Pra burë me mustegje. Ti kur burët me mustegje, mo i majshin për danoq. Edhe më kërkon i gjatë vogël, jo shumë. Dhe unë i them, me të vërtet që lova një vak xhamie, e keni parasysh se ne kur shkojmë në xhami, shkojmë pa lek. A shkojmë kafe pa lek, pa zot në morë. Kurse në xhami shko pa lek. Po pse shko pa lek? Merë hudhi i lek mark xhamis, i 500 leksh, boj me tradit, i 200 leksh, nuk ka gale. Si je duke marrë një shërbim fizik, kupto? Që ka kosta, që është vërteta. E i them këti unë më prit, a mund të se jam pa hëngër. Për të hëngër, po e qoj ke një vend për të ngronë aty. I them ati jepi dhe i sa të viun, qërë të doj me hëngër jepi. Dhe duke u këthy e marrë në telefon këtë personin, i them ore, që për osili, pizë? Jo, dhe që pizë dhe. Mori i buk, thatën i dhal, aty ma, u këputa unë. Dhe shë elhamdre, vallaj që e ka nevojtarë. Më thot, du borsh, nuk du, mirë, ja dhash do më thonë atë. Allahu ta pruft marë, mas ajo i histori shumë të bukur. Mas 2 mujve, më erdhi prap, mi për i kështë hiq mustegjet. Sa e pash e njofta direkt. Selam aleikum, hosh, aleikum selam, nuk po i pshat njoft. Them drejtën e njofta. A ma men mu, thash, për zotin, sa shof, thash, unë me i majtë men gjithë, pa e njofta direkt. Unë ishe duke e bo këtë veprim, se thash do më thoi tani, të kam sjell borgjin që më kështë morë, unë se kështë bo njetë për borgja, as do t'ja mersha ato. Dhe do ishe me i thonë që nuk të maj men për këtë arsye. E kësharë me më kërku prapë. Më thotë mu, thotë, të kam morë, thotë, i borgj, thotë, para një 2-3 mujë, ku t'i gjohë. Ma thonë drejtën, thash, nuk kam nivel ekonomik që më dhonë borgj njerëzë. Thash me thonë drejtën. Prapë unë do më thonë me e lërgu ati. Po ko marrë me të ramë qafë, thotë prapë. E deshen e x sasi, do më thonë. Se më duhet me hikdej në korë që do të kalej malin për më Greqie. Nesë. Ja dhash. A do t'i e coj Zotit dhe më thonë një nga ato që ishe i pranishëm aty me mu, ishe të shku me prit autobusin. Ku shkon me prit autobusin aty, ishte ullë vlaj, ke kafja, gjithë me teke, me topje, ky me gotë ujti. Thot mu, merë më telefon direkt, të hosh, thot, Allah t'i pranon, thot Allah ka pull, po që e këthejt, e thot e i ermik. Që e këthejt e? Dhe shpa jerë të, po le, se që ishë të u falë me ty, thej, po, ta kesh parasysh dhe për herë tjetë, më regull. Kërë 3 muj dhe merdh prap. Sa e pash, nuk e prita mo që të më thojtë, am njef as mjef. Po, dhe shku që e ka Greqia ti. Vallaj, tha, nuk shkova. Nuk shkova. Të pak në kështu nuk trejde për këto. Thash, po pse të shkova? Po kështu më nodhi punë e imja, tha, u detyrova me nejtë, do më thënë. Po kom marrë, është ka arë me mpru borgjët? Ja, kom marrë, tha, me të kërku në gjo. Thash, i kom lonë ka jo kafja ku pishe me gotë ujti ti. Po jo, horë, se kam qenë du pi huj, që ujti, thash, për më bonë me shku me pytë në borë në huj aty. Thash, i herë me mustegje, i herë pa mustegje. Thash, të lutëm, pas silën prapë me mirësjellje, po të them, mas të shofë më me sy. Thëtëm kaqë. Pra kjo unë mës hajde më, asë për të mirë, asë për të keqë. Thëtëm i diçka thash duhet kesh parasysh. Ti dhe soi jotë që boni këto veprime, Allahu më madhni të vetë ka për të sprovu. Inshallah udhzohesh para se me të sprovu Allahu. Më erdhi në kryt vitit pastaj, pra arsye se pse po e tregoj këtë. Më erdhi në kryt vitit, ishte i sprovu me smundje vëllezër, për zonë. Kur nisim me tregu durët e kamët se si ishin bo, dhe raqetën, thashë kemi yll derën këtu. Aman hoxh, aman të lutem. Mos më thuaj aman. Pse më erdhe me mashtru, abuzove me besimin e tjetrit.
ja bleva pastaj ilaçet, nuk është se si ja bleva, pra kishte nevojë emergjente për ato ilaçe, se normalisht. O vëllezën, robi kur lype ma kokën ul. Ai kur që jep, po e uli në shenjë mirësjellje dhe modestie me Allahun xhel xhela, ma e man kokën lart. Se nuk do bëhet në një veprim të keq. Nuk don domethënë që tjetrin ta ofendojë që është u i dhon. Ama ai për të marrë man kokën lart. Se s'ka bën një veprim për ta ul kokën ai. Ndaj në jetë lum për atë person i cili merr orientimet profetike siç duhet. Lum për atë person i cili i zbaton orientimet profetike siç duhet dhe mirë për atë person i cili abuzon me fenë e Allahut, abuzon me besimin e atyre të cilët e zbatojnë fenë e Allahut. E lutim Allahun xhel xelalu Zot na falë na mëshiro, na pajisë Zot me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë dhe na mundëso Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundëso Zot të vdesim me dinjitet dhe me shahadet. Lutem me ty i madhnueshmi Allah në këtë natë xhumoje, o i madhnueshmi Allah për çdo të smurshëroje, për çdo të pastres strehoje, për çdo të stresuar, të brengosur, të zhytur në borxhe, ndihmoje o Zot dhe largoje Zot streset, brengat e borxhet e tij. E veçanërisht o i madhnueshmi Allah të lutem me ty për vëllezërit dhe motrat tona në Gaza. I e Zot pranë tyre, shkatroje armiqtë e Islamit o Zot kudo që ata janë, të gjithë intrigantët, të gjithë ata të cilët thurin kurthe dhe plane kundra fesë tënde, kundra robërve tu. Të lutem me ty i madhnueshmi Allah të na mundësosh të kemi marrë bereqetin e këtij mexhlisi dhe të mos dalim prej kësaj xhamie dhe prej këtij mexhlisi vetëm se me tëube të pranuar, me lutje të parefuzuara, dhe siç na mundsove të mblidhemi në këtë natë begat, në këtë natë xhumoje, në këtë vend mrekullueshëm, na mundsoi madhnueshmi Allah që të gjithë bashku të mblidhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin.